Një nga pistat ku është përqendruar policia e Tiranës në lidhje me ekzekutimin mafios të Gilman Dodanit, atentat në të cilin mbeti plagosur dhe me pas humbi jetën në Spital Muçi Sheqeri, janë hakmarrja nga bandat kriminale që dominojnë zonën e Niklës dhe të Fushkrujës. Kjo pistë ku janë fokusuar hetimet e krimeve të rënda të Tiranës vjen për shkak të përplasjeve të herpashershme që grupi ku bonte pjesë Gilman Dodani kishte prej vitesh me ato rivale në Nikël. Megjithatë, blut ende nuk kanë prova, por hetimet janë fokusuar në këtë zonë pas dyshimeve të forta që lidhen me lëvizjen që 4 autorët kanë kryer duke treguar se e njohin mirë zonën. Jo vetëm kaq, por një ditë pas ngjarjes së rëndë në banesën e Ylli Zallës, i cili është në kërkim, u gjet arsenal armësh. Grupi hetimor ka informacione se Zalla i shërbente grupeve të Niklës dhe në këtë ngjarje sipas burimeve mund të ketë lidhje indirekte me autorët, pasi besohet se armët mund të jenë siguruar prej tij. Armët e gjetura brenda makinës tip Toyota sipas ekspertizës janë plotësisht të shkatruara dhe nuk kanë dhënë prova për hetuesit që mund t'i ndihmojë ato në zbulimin e autorëve. Nga ana tjetër, policia është ende në pritje të një përgjigje nga Spanja në lidhje me të gjitha lëvizjet që dy viktimat kanë bërë gjatë qëndrimit të tyre 4 ditor në Barcelonë. Jo vetëm kaq, por pikë kyçe për policinë është dhe informatori që ka vënë në dieni autorët për lëvizjet e dy viktimave nga momenti që kanë bërritur në aeroportin e Rinasi derisa kanë dalë nga parkimi. Ndaj hetuesit po verifikojnë të gjithë personat e dyshuar që kanë qenë pranë Gilman Dodanit dhe Muçi Sheqerit kur kanë bërritur në aeroport, ku po verifikohen në sistemin TIMS të gjitha lëvizjet e tyre.